Në çdo demokraci, rotacioni është oksigjen për sistemin. Ai do duhet të sillte përballje idesh dhe rinovim të elitave qeverisëse. Mirë, por në Shqipëri ky proces duket se është bllokuar edhe për shkak të një opozite që është e paaftë për të lexuar drejt realitetin politik në të cilën ndodhet ajo dhe vendi. Në këtë gjendje, përveç se qeverisjen, duket se Ramës i ka rënë përpjesë të bëjë edhe atë që do duhej ta bënte opozita: rotacionin. Emërimi një ditë më parë një ish deputete të Lëvizjes Socialiste për Integrim si zëvendës ministre në qeveri është në vazhdim në një vizioni që ka nisur prej kohe e që ka të bëjë me atë se qeverisja nuk duhet ketë ngjyrime për sa kohë që siguron vazhdimsinë politike. Rama e kishte paralajmëruar një gjë të tillë kur fillpas fitores së 11 majit u shpreh se Shqipëria nuk e ka luksin e burimeve njerëzore për të parë në ngjyrimet partijake, ndërkohë që Vlora i parapriu një zgjidhje të tillë. Kryeministri Rama e ka ngritur karrierën e tij pikërisht mbi këtë ndryshim. Partia Socialiste e sotme nuk ka asgjë të përbashkët me partinë që ai trashëgoi nga Fatos Nano. Ashtu sikurse qeverisja e tij e vitit 2025 nuk ka asgjë të njëjtë me atë të vitit 2013, kur ai fitoi mandatin e parë qeverisës. Për të mos folur pastaj për grupin parlamentar dhe me gjërë. Ndërsa opozita ka ngrirë në kohë dhe retorik, Rama ka bërë pikërisht atë që nuk ka ditur të bëjë ajo. Duke ndryshuar njerëzit, ka eksperimentuar me emra, ka rrotulluar breza në administratë dhe në politikë. Është e kuptueshme se politikisht një gjë e tillë shefit të mazhorancës i ka dhënë rezultate pozitive, përsa kohë që vijon të qeverisi pa shqetësuar, mirëpo pyetja që shtrohet është: apo bën Rama në mënyrën e tij atë që do duhej ta bënte opozita? Në fund të ditës, demokracia nuk mund të mbështetet vetëm në vizionin dhe ambicjet e një individi të vetëm, sepse gjithmonë një opozitë që paraqet një alternativë të besueshme është e shëndetshme për politikën dhe vendin. Mirëpo, për sa kohë që nuk gjendet një tillë, i bie bara qeverisë që të bëjë edhe rolin e opozitës.